Në mesin e skandaleve korruptive, Edi Rama ka zgjedhur të flasë për punëtorët dhe shfrytëzimin në punë. Çfarë hipokrizie! Ky njeri, i cili pak vite më parë krenoi se në Shqipëri nuk kishte sindikata, madje ka bërë ç'është e mundur për të shtypur grevat dhe protestat e minatorëve dhe naftarëve, tashmë flet për drejtat në punë. Ky njeri, i cili para pak viteve u thoshte sipërmarrësve shqiptar mos punsoni shqiptar, por të huaj që nuk din të thonë liri dhe demokraci, tashmë shfaqet i shqetësuar për faktin se punëtorët shqiptar po ikin nga Shqipëria. Ky njeri, i cili është drejtues i institucioneve që përfshin edhe inspektoratin e punës, një institucion funde krye i korruptuar, përplot me patronazhistë që shkojnë për inspektim vetëm për të marrë rishfet, dhe këtë e thon vetë punëtorët kur flet me ta, tashmë kujtohet të flas për pagat e papaguara, për informalitetin paga të punëtorëve. Ky njeri që sot u hedh batuta ja 2-3 ndërtuesve që çfarë mbështetje doni ju nga qeveria, ndërkohë që përmes paqes fiskale po u fal sot që flasim miliona euro detyrime të papaguara oligarkëve, për të mos folur po lejet abuzime të ndërtimit në Tiranë edhe në Bregdet. Poshtërsia, hipokrizia dhe korrupsioni në Shqipërinë e sotme kanë një emër: Edi Rama.